Përgjigjja e pyetjes pse ngjarjet e rënda përsëriten është tunduese: varfëri, stres social, mungesë sigurie. Por realiteti është më i ndërlikuar. Krimi dhe dhuna nuk shpërthejnë në vakum. Ato ushqen nga disa dështime që shpesh ecin paralel. Së pari ka një normalizim të fortë të konfliktit. Në shumë raste, përplasjet verbale, kërcënimet, sherrjet për prona, borxhe, ndarje familjare apo pazare të errëta trajtohen si çështje që do zgjidhen vetë. Nuk zgjidhen, përshkallëzohen, dhe kur institucionet vënohen, konflikti merr drejtim fatal. Së dyti, ekziston problemi i mosndëshkimit real, jo domosdoshmërisht në kuptimin që nuk ka arrestime, por në kuptimin që publiku shet të njëjtat profile që dalin, hyjnë, procedohen, lirohen, rikthehen. Kjo krijon bindjen se shteti kap episodin, jo fenomenin. Së treti, ka mungesë të fortë të parandalimit. Kjo shihet sidomos në dhunën në familje, ku sinjalet zakonisht kanë ekzistuar. Ka pasur kallëzime, denoncime, urdhra mbrojtjeje, konflikte të njohura. Megjithatë, ngjarja ndodhi dhe pastaj vjen pyetja e zakonshme: a mund të ishte shmangur? Në shumë raste po. Roli i institucioneve. Sa herë ndodh një krim i rënd, zinxhiri institucional nxiton të japamjen e kontrollit. Policia njofton, prokuroria regjistron procedimin, autoritetet dalin me deklarata. Kjo është pjesa formale, por publiku ka të drejtë të shkojë përtej saj. A ka patrullim real në zonat problematike? A funksionojnë bazat e të dhënave për personat me rrezikshmëri? A ndiqen konfliktet e hapura? A zbatohet monitorimi për personat me precedent? Apo goditen rrënjët ekonomike të krimit apo vetëm ushtarët e momentit? Këto janë pyetje thelbësore, sepse rendi nuk matet me njoftime për shtyp, por me aftësinë për të ulur përsëritjen e ngjarjeve. Ka dhe një problem tjetër: selektimi i vëmendjes. Disa raste marrin një honë të madhe, të tjera kalojnë shpejt. Kjo shpesh lidhet me profilin e viktimës, me vendin ku ndodh ngjarja, me interesin politik apo me potencialin mediatik. Por pushteti nuk duhet të ketë viktima të rëndësishme dhe viktima të zakonshme. Nëse drejtësia dhe hetimi perceptohen si të pabarabarta, mosbesimi vetëm thellohet.